Profesori universitar Argëtim Saliu ka drejtuar kritika të ashpra ndaj propozim ligjit për arsim të lartë, duke vlerësuar se iniciativa e qeverisë dhe e Ministrisë së Arsimit rrezikon autonominë e universiteteve. Sipas tij, projekt ligji parasheh krijimin e organeve paralele brenda universiteteve dhe rrit ndikimin e institucioneve shtetërore në funksionimin e universiteteve, po edhe cënon pavarësinë e cila sipas Saliut është e garantuar me kushtetut. Saliu thotë se ky propozim ligj ka ardhur pa dëshirën dhe vullnetin e botës akademike dhe profesorëve, por me insistim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Në një prononcim për televizionin Shenja, ai sqaroi se në hartimin e propozimligjit nuk ka marrë pjesë asnjë profesor shqiptar, duke demantuar kështu ministren Janevska. Pasi që parashifën formimi disa organeve të reja, siç është Këshilli i Universitetit, e cila do thotë ka kompetenca, tentohet që të ketë kompetenca të njëjta me organin më të lartë të universiteteve, siç është Senati i Universiteteve. Ky këshill pra të formohet me përfaqësues nga Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe me përfaqësues nga odat ekonomike. Dhe kjo drejt për së drejti ndikon në thyrjen e autonomisë së universiteteve. Në çdo kërkesë dhe në çdo vendim do thotë duhet merret pëlqim dhe leje nga Ministria e Arsimit, pëlqim dhe leje nga Ministria e Financave, dhe këtu parashtrohet pyetja themelore ku mbeti autonomia e universiteteve. Sipas Saliut, nga ky propozimligj, shumë profesorë universitarë rrezikojnë të humbin vendin e punës. Ai tha se para se të sjellin këtë ligj, Qeveria dhe Ministria e Arsimit duhet të interesohen në përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe vështirësive elementare me të cilat përballen universitetet në vendin tonë. Po ashtu si një nga kriteret shumë të repta, kritere që mund t'ju shkaktojë edhe largim nga vendet e punës për vetë profesoratin është publikimi do thotë në revistat Web of Science, të cilat janë revista goxha të vështira për sa i përket do thotë botimit të punimeve, sepse aty kërkohen mjete shumë të larta financiare dhe aspekti kohor do thotë është i tezë gjatë për botimin e një punimi, ndërsa aty kërkohen domethënë nga 6 apo 7 punime të publikohen brenda 5 viteve, dhe nëse nuk arrin, atëherë vendi punës mund të humbas profesori i cili do thotë është i punësuar në universitet. Kjo nuk është hera e parë që profesorët universitar ngrejnë zërin kundrejt këtij projekt ligji. Së fundmi, 200 profesorë shqiptar me peticion kundërshtuan të njëjtin. Kundër ligjit në fjalë reagoi edhe ish-ministri i Arsimit Renata Deskoska, pavarësisht kritikave dhe kundërshtive. Qeveria dhe Ministria është e vendosur në miratimin e të njëjtit dhe kanë deklaruar disa herë se nga i njëjti nuk do të tërhiqen.